Interesi të rinjve dhe punëkërkuesve për të ndjekur kurse profesionale në Qendrën e Formimit Profesional në Vlorë është në rritje. Ergy Sallushi, drejtuesi i kësaj qendre, thotë se ka ndikuar edhe promocioni i cili i është bërë vetë qendrës. Kjo qendër sipas Ergy Sallushit i aftëson të rinj profesionalisht duke i afruar te tregu i punës. Sipas tij, në këtë qendër ofrohen profesione të cilat kërkohen në qytet. Allushi ka dhe një thirrje drejtuar bizneseve të rrisin profesionalisht stafet e tyre dhe kjo gjë sipas tij bëhet vetëm duke punësuar punonjës të mirë kualifikuar. Kjo qendër ju jep mundësinë të gjitha bizneseve, sipas Allushit, edhe të sjellin punonjësit e tyre aty për t'i aftësuar më pas ata profesionalisht. Interesi ishte në rritje sepse edhe promocionin e për qendrën e kemi rritur ndjeshëm me anë të flajerave, me anë të aktiviteteve të ndryshme që zhvillojmë. Edhe 31 vjetori i krijimit të qendrës i shërben pikërisht edhe këtij qëllimi për ta publikuar qendrën dhe për ta reklamuar në qytet, duke afruar sa më shumë të rinj dhe në fakt ka një interes në rritje, ka një tendencë në rritje. Kemi shpesh, domethënë çdo ditë më shumë të rinj që vinë në qendër, po edhe prindër që interesohen për kurse për fëmijët e tyre, sepse prindi më shumë se kushdo tjetër e di më mirë sa fëmia që çfarë prirje ka fëmia dhe ku shkojnë të ardhmen e fëmijës. Nëse nuk është në shkollë të lartë, atëherë është shumë mirë të marrë një zanat, një profesion të shpejtë dhe që të ketë një punë të sigurt në treg. Dhe ne afrojmë zanate e profesione të cilat kërkohen në qytet dhe janë që ka mungesë, si hidrauliku, si elektriku, servis makina, saldator, roba qeps, të cilat janë zanate të cilat pasicër, pizzaiol, kamarier, të cilat kërkohen në tregun e punës. Dhe përveç fakti që ne trajnojmë dhe certifikojmë, është ideja që duhet ta kuptojnë edhe bizneset, kryesisht në fushën e turizmit, të cilat duhet të arrisin në profesionalisht dhe cilësisht stafet e tyre që kanë në për hotele, restorante, bare, nuk duhet të marrim në punë njerëz të pakualifikuar, por edhe ata që kanë aty në punë duhet të sjellin pranë qendrës për të trajnuar dhe për të certifikuar, sepse ardhmja do të jetë pikërisht që nuk do të pranohen më në punë të rinj dhe punëtorë të cilët nuk janë të trajnuar dhe certifikuar nga qendra jonë. Ergy Sallushi, drejtuesi i Qendrës së Formimit Profesional, tregon se kurset që kërkohen më tepër janë ato kryesisht të kushinës, pasticërisë dhe rrobaçepsisë. Të preferuara janë edhe nga gratë dhe vajzat, sipas Allushit, kurse si parukeria, estetika dhe menaxhim biznesi, në të cilat kërkesat janë të larta. Interesi është ka të kurs kuzhine, kemi grup pasticërie, kemi kurs rrobaçepsie, me vajzat e kursit të cilat në gratë ne zhvilluan në një sfilat mode ditën e 31 vjetorit të krijimit të qendrës, duke e patur si një risi të këtij aktiviteti, por duke dhënë mesazhin në qytet që shumë mirë vajzat e reja mund të organizohen në të tilla veprimtari të cilat i mungojnë qytetit të Vlorës. Kurset të tjera janë kurse pasaj për femrat që janë parukeria, manikyr, pedikyr, estetik, menaxhim biznesi, të cilat ndiqen me interes dhe ka interes në rritje. Vazhdimisht kemi kërkesa, vazhdimisht kemi regjistrime, sepse duhet theksuar fakti që për një të pa punë, regjistrimi është falas dhe ndika kurset është falas. Kurse pasaj për ata që janë punë e kërkojnë si certifikat për të justifikuar vendin e punës, ka një pagesë për gjitha kurset. Në Qendrën e Formimit Profesional Publik në Vlorë ofrohen edhe kurse për zanate si hidraulik, mekanik, elektricist apo edhe riparim elektroshtëpiakesh.